Vitin e kaluar ndodhi një kasafytje e vogël, nëse mund të quhet ashtu, mes dy artistëve tanë, Flori Mumajesit dhe Adrian Gaxhës. Si duket, këta të dy po ja zënë rrugën njëri tjetrit. Ditë më parë në profilin e Adrianit në rrjetin social në Facebook, kishte shkruar një paragraf me fjalë jo as të këndshme për Florin. Çka po ndodh mes këtyre dyve? Cila është arsyeja e vërtetë e kësaj ngatrese? Ndoshta mund ta kuptojmë ndonjëherë, por më shumë detaje ndjekim materialin në vazhdim. Gjyra e kuqe shumë ngjan, është e veçantë, hiç mendi krejtën anë mban. Kënga Ngjyra e kuqe nuk la vend pa u ndëgjuar. Adrian Gaxha e Floriani Vogël ishin hit e përte hite. Mirë po përveç të mirave që i solli kjo këngë, dojtë dhe jetë pak sa shqetësim për këngëtarin dhe kompozitorin Flori. Tetori vitit të kaluar na solli reagimet e para të pakënaqësisë së Mumajesit kur akuzoi Gaxhën se i kishte vjedhur idenë dhe stilin e këngës së tij Tallava, që ishte një nga hitet verore të 2011-s. Kur u dha ky prononcim, Adriani kishte tjetër mendim. Kënga pak s'ka lidhje domethënë me asnjë këngë e tij, domethënë as në orkestrim, as në muzikë, as një ngjyrë të kësaj këngës, as këndimi i Florianit, as këndimi im, domethënë as pamja ime prej akuzave që i kam pa, s'di pse ka thënë, pse ka akuzuar. Historia këtu nuk përfundoi. Adriani u kundërpërgjigj me deklarata Florit duke i thënë mes tjerash që nuk e ndëgjon muzikën e tij e lëre më ta kopjoj. Por s'na doli kështu. Adriani tek një në prive u shpreh ndryshe sa i përket komponimeve të Florit. Afër dhe larg, në Elvana gjatë, po e kam pa, e kam transmetuar shumë shpesh në televizionin ballkanik, e kam pa. Është këngë e bukur. Pas këtyre kacafytjeve, u duk sikur u harrua kjo punë, por jo për shumë kohë. Javën e kaluar, Adriani shkroi disa fjali jo shumicësore për Florin në Facebook. Si duket, mjeti më i mirë për disa në mes artistëve tanë mbeten deklaratat e shkruara në rrjetet të ndryshme sociale. Kontaktuam Adrianin e gjithashtu edhe Florin, por asnjëherë nuk deshën të flasin për këtë punë. Thanë diçka sa për të larë gojen. Tilëm anash një moment fjalët tona e të kthehemi tek fjalit që Adriani ja kishte shkruar Flori Mumajesit. Me muzikë mirna prej moshës 5 vjeç, prej atëherë kur ti e kon majt babit tën. Edhe sot e kësaj dite, kultura dhe respekti ndaj punës s'ma ka leju të them asnjë fjalë të keqe apo ta kritikoj ndaj muzikant. E ti e nxon me krejt estradën dhe jeti u mundu keq që 2 herë me m'kritiku. Kush jeti? Çka jeti? E quan vetën kompozitor e krejt dim që pikë pari shkollën e parë të C-durit s'din çka është. Të gjitha këngë që të patën sukses t'i bërën njerëz tjerë dhe në fund vetën e nënshkruan si kompozitor, duke i lënë ata të merituar në hije. A je këngëtar? Haha, po jam i bindur që zhurmë më të bukur ki me qitë prej se sa prej gojës, se ki më të zgjenume se gojen, se je gay. Deklarat e fort, edhe shumë e pjestë mrena. Nuk mendoj që duhet gjithsesi me u përfshi detaje intime, private në deklaratat e tilla. Njerëz mund të shtyhen për anën e vetë profesionale, po pse të hyet deri atje ku s'ka pse hyn dikush tjetër, është thjesht aspekt personal, privat, qoftë i vërtet apo jo i vërtet, pse duhet të prek. Unë nuk e di kujt i nxjerr tinguj më të bukur goja e kujt. Megjithatë di që këtu po zihet një sharr i madh i cili mund të degenerojë edhe më keq. Çfarë përgjigje kishte Flori për këtë gjë? Pavarësisht të gjithave, ai ndorroi disa fjalë me ne përmes mesazheve. Është kthyer në një çështje personale ndaj tij. Për këtë arsye, ai nuk do të bëjë asnjë koment. Komenti i tij ishte që se sa ai e njeh muzikën, e notat apo çfarë ka bërë ai për muzikën. E din shumë mirë, edhe estrada edhe publiku i thjesht. E ndaj, nuk ka asnjë kuptim t'i kthej një përgjigje dikujt në lidhje me këtë. Ndryshe nga fjalit e tij në Facebook, Adriani shtoi edhe diçka. Vetëm i kisha thonë që duhet me harxhu energjinë e vet negative ma shumë për punë e jo në fjalë muhabete. Edhe mos friguhet nga konkurenca, nga këngë tjera, sepse në këtë treg ka vend për ma shumë artista dhe kompozitor, nuk është vetëm për një. Sulme nga të dy anët, por përmes rrjeteve sociale, kur vije koha të shprehen lirshëm para mediave që të dy palët ngurrojnë. Duket sikur diçka nuk po shkon në këtë mesele. Kush është i teksti e kush i ëmbli? Nuk e di nëse është e qëllimshme apo jo,
pasi në mes të krejt këtij muhabeti është konflikti i interesit. Nuk e di nëse është një truk i showbizit aktual, megjithatë unë mendoj që dikush dikujt ja ka djeg në këtë mes. Ngjyra e kuqe shumë ngjan. A është ndonjë arsye vjetër apo vetëm kënga e të kuqes sa e shëngjalli inatin e sulmet nga palët? Adriani ka kërku më përpara me bëko me Flori. Mirë, po Flori e ka refuzu Adrianin, nuk e di ndoshta për shkak të arsye, për çfarë arsye ka pasur me refuzu. Të konga të lava e Flori edhe të konga ngjyra kuqe, a thonë ky konflikt veç e do në dritë. Gjatë muajit qershor në Videofest, sipas disa burimeve tona, thuhet se të dy do të jenë të pranishëm për arsye të ndryshme. Presim e shohim.